Kjo është ura e fshatit Fershkopet që pak vite më parë ishte në shërbim të qindra banorëve të fshatrave përreth, por edhe një destinacion për vizitorët. Për shkak të pozicionit gjeografik në të cilin ndodhej ura tip pasarelu bën shumë e famshme në rrjetet sociale, ku çdo ditë vizitohej nga dhjetra qytetar. Por ajo që është më e rëndësishme mbetet domosdoshmëria e banorëve të Fershkopetit dhe disa fshatrave të tjerë që përdorin këtë urë për të lidhur me rrugën nacionale Burrel-Skuraj e më pas lëvizin në drejtim të Milotit apo destinacioneve të tjera. Prej afro 7 vitesh ura vijon të jetë në këtë gjendje, ndërsa pushteti vendor në Kurbin nuk ka marrë asnjë mas për rikthimin në gjendjen e mëparshme. Në fakt, ura është ndërtuar nga një donacion ndërkombëtar para disa vitesh dhe pas kërkesës së vazhdueshme të bërë nga banorët. Këta të fundit e përdorin edhe për varrezat që e kanë ngjitur me rrugën nacionale Burrel-Skuraj. Degradimi i kësaj ure mbetet evident, ndërsa kohët e fundit asaj po i vidhen edhe pjesët metalike, të cilat dyshohet se shiten për skrap nga persona të papërgjegjshëm.